shkruan Eduard Zaloshnja. Në zgjedhjet e fundit bashkiake të Tiranës, Belind Kolliçi mori vetëm 104.000 vota, por në territorin e Bashkisë Tiranë 2 vjet më parë kishin marrë plot 170.000 vota partitë që e përkrahën Kolliçin. Një deficit prej pothuaj 70.000 votash për Kolliçin, krahasuar me votat që kishin marrë 2 vjet më parë partitë që e përkrahën atë në garën për Bashkinë Tiranë. Nga një ekstrapolimi për afërt i rezultateve të sondazhit që zhvillova së fundmi për ABC News, rezultoi se Florian Binajn e votojnë rreth 113.000 tiranas në qoftë se zhvillohen zgjedhjet sot. Por në territorin e Bashkisë Tiranë, 5 muaj më parë morën plot 157.000 vota partitë që e përkrahin Binajn. Një deficit prej rreth 44.000 votash për Binajn krahasuar me votat që morën 5 muaj më parë partitë që e përkrahin aktualisht atë në garën për Bashkinë Tiranë. Pa e mbuluar këtë deficit, Flori nuk mund t'i afrohet dot murit Violet Ogertës, që duket se do të mbetet në lartësinë e 160.000 votave. Në fakt, 3 pyetje të tjera në sondazhin e sipërcituar e ilustrojnë sfidën herkuliane me të cilën përballet aktualisht Flori. Vetëm 1/2 e anketuarve që kishin votuar më 11 maj për 10 partitë ndryshme opozitare deshën që përballë Ogertës të ishte Flori. Ndër të gjithë banorët e rritur Tiranas të gjitha ngjyrave, blu, violet e gri, vetëm 1/7 besonin se Flori është vërtet një kandidat i pavarur. Ndërkohë, ndër të gjithë banorët e rritur Tiranas të gjitha ngjyrave, vetëm 1/5 besonin se Flori mund t'i fitojë zgjedhjet në Bashkinë Tiranë, kurse 4/5 besonte se do t'i fitojë Ogerta.